Përfaqësuesja e Kosovës sonte prej orës 20:45 në Fadil Vokri do ta zhvillojë ndeshjen e fundit kualifikuese për Kupën e Botës që më 2026 mbahet në SBA, Meksik dhe Kanada. Dardanet e presin Zvicrën e udhëhequr nga kapiteni Granit Xhaka dhe atë duhet ta mposhtin me 6 gola dallim për kualifikim direkt, por kjo është parë gati e pamundur edhe nga vetë selektori Franco Foda në konferencën e një dite më parë. Në teori normalisht gjithçka është e mundur, por nëse shumë nga ana realiste është e vështirë të arrijmë rezultat 6-0 ndaj Zvicrës. Kosova tashmë ka të garantuar vendin e dytë në grup që e dërgon në play-off, ndeshjet e të cilës fazë zhvillohen në mars të vitit tashëm. Kosova pati pësuar 4-0 nga Zvicra në bazë në nismën e kualifikimeve. Një pjesë e konsiderueshme e lojtarëve të Kosovës ka të kaluar te Zvicra. 2 prej tyre janë Albian Hajdari dhe Leon Avdullahu, të cilët selektori Foda nuk i ka përfshirë në ekip pasi kanë nga një karton të verdhë dhe rrezikojnë të humbasin ndeshjet e play-offit. Por pjesa tjetër e lojtarëve janë gati për ndeshjen ndaj Zvicrës. E gatshme është vlerësuar të jetë edhe fusha në Prishtinë megjithëse gjatë tërë ditës pati rreshje. Fusha na pret, tribunat janë gati të mbushen me emocion, zëra e brohen ritma. Tani është momenti ynë, është koha e ekipit dhe tifozëve. Shihemi në stadium. Zvicra udhëheq grupin me 13 pikë, Kosova është e dyta me 10, Slovenia i ka të rikur se Suedia vetëm 1, edhe Suedia do të paraqitet në play-off falë suksesit në Ligën e Kombeve.